Horoskopi ditor e Mërkur, 29 prill 2026. Dashi. Me hënën në shenjën tuaj të kundërt gjatë gjithë ditës, i dashur dash, jeni të prirur të kërkoni ekuilibrin në jetën tuaj. Megjithatë, është paksa shumë e lehtë të shqetësoheni ose të stresoheni për çështje që mund të mos jenë shumë të rëndësishme në planin afatgjat me tranzitet e sotme. Përpiquni të gjeni mundësi për të arritur te arsyeja e vërtet e pakënaqësisë suaj. Mund të dëshironi të keni kujdes për një mënyrë të ashpër ose të paduruar me të tjerët. Përpiquni ta qetësoni mendjen tuaj, pasi mund të jetë duke u stërvitur me plane dhe ide. Ndërsa keni tendencë të përqafoni ndryshimin që mendoni se ja vlen vërtet, sot mund të ndjeni si një qark i mbi ngarkuar. Para se të lodheni, bëni një hap prapa, vlerësoni situatën tuaj dhe ngadalsoni pak. Keni kujdes për komunikimet e nxituara. Punoni në mënyrë të pavarur, nëse është e mundur, në mënyrë që të vendosni ritmin tuaj. Në disa momente sot, emocionet mund t'ju lënë të ndjeni të bllokuar në një gjendje frustrimi ose pakënaqësie. Planifikimi i kujdesshëm do të sigurojë sukses më të madh për momentin. Demi. Tensionet në lidhje me parat ose misin mund të shfaqen sot, i dashur dem, pasi Marsi sfidohet nga Urani dhe Hëna. Megjithatë, kjo mund të jetë gjithashtu një kohë për të kërkuar mënyra të reja për të bërë gjërat. Marsi thjesht po e trazon situatën për t'ju drejtuar në fushat problematike. Jeni të guximshëm në të menduarit tuaj për të bërë një përparim. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të punës dhe rutinave, duke nxjerrë në pa punët tuaja të përditshme dhe dëshirën për të qenë i dobishëm. Ndërsa mund të jetë një periudhë e mirë e muajit hënor për ta rregulluar jetën tuaj në mënyra të vogla, mund të ketë mjaft presion ose tension të përfshirë që përfundon duke zvogëluar produktivitetin. Nuk keni pse ta injoroni motivimin tuaj për të rregulluar gjërat, por është një ide e mirë të bëni atë që mundeni për të pasur një ritëm të qëndrueshëm. Pasionet kanë tendencë të rriten edhe pse preferoni t'i mbani gjërat të barabarta dhe të qeta. Binjakët. Mund të acaroheni shumë shpejt nga rrethanat ose njerëzit që duket se ju kufizojnë sot, të dashur binjak. Gjithashtu, mund të jeni të paduruar me rutinat dhe metodat që i keni përdorur për aq kohë sa jeni mërzitur. Synoni ta përdorni energjinë e tensionuar pozitivisht dhe me vetdije duke adoptuar një qasje të ndryshme ndaj asaj që po bëni. Hëna në sektorin tuaj krijues gjatë gjithë ditës sjell më shumë dritë në personalitetin tuaj. Ju tërhiqeni nga aktivitetet rigjallëruese. Shpreja e vetes dhe ndarja mund të jetë një tërheqje e fortë. Sidoqoftë, ndjeshmëria në një nivel shoqëror mund të çojë në reagime të shpejta, të cilat mund t'i nxejnë gjërat. Nxjerrja e gjërave në publik mund të jetë pastruese, por energjitë e sotme kanë tendencë të inkurajojnë qasje të pakujdesshme dhe mund të vendosni që pritja për të adresuar problemet është më e mira. Gaforja. Ka të ngjarë të gjeni mënyra të reja për të menduar për problemet e vjetra, ose metoda krejtësisht të reja, që ju lejojnë të mbani më të mirën e së vjetrës, por gjithashtu të mundësoni hapjen tuaj ndaj së res, i dashur gafore. Megjithatë, arritja në këtë pikë mund të jetë paksa e vështirë ose stresuese. Në frontin e punës ose me publikun dhe figurat e autoritetit mund të ketë disa padurime ose mosmarrëveshje, për shembull. Mund të ndjeni të zënë në mes, por mund të merrni rolin e ndërmjetësit me mjaft sukses. Është një ditë e shkëlqyer për të zbuluar burime që nuk e dinit kurrë se i kishit dhe për të rigjallëruar të vjetrën në vend që ta hidhni atë menjëherë. Sidoqoftë, është e rëndësishme të veproni butësisht dhe të përdorni strategji në vend që të shtyni ose të nxitni sot, pasi egot mund të jenë pak të brishta dhe të nervozohen. Të tjerët do ta shohin vizionin tuaj mjaft shpejt pasi të dalin nga problemet e tyre. Gjithashtu mund të ndjeni mjaft të motivuar për të sjellë rregull ose harmoni në shtëpinë ose jetën tuaj personale. Mund të mos jetë e lehtë të kapërceni frustrimet, por t'i lejoni ato t'ju motivojnë të bëni ndryshime ose të lini pas një situatë irrituese mund të jetë produktive. Luani. Mund të ketë frustrime me miq ose mosmarrëveshje me besimet dhe ideologjitë sot, i dashur Luan. Me aspekte të vogla sfiduese që përfshin Marsin, paparashikueshmëria duket të jetë në rend të ditës. Nëse e ngrini veten mbi nivelin e egos, ndërveprimet tuaja mund të çojnë në përparime në të menduar ose mund të stimulojnë një linjë krejt të re mendimi, ndoshta një të kundërt që ju frymëzon. Megjithatë, mund të jetë e vështirë të qëndroni në hap me ju ndonjëherë sot. Ngadalsoni nëse të tjerët nuk duket se po ecin me ritmin me idetë tuaja. Shmangni të qenit dogmatik,
në vend të kësaj, merrni në konsiderat idetë të tjerëve dhe lejoni që të qarkullojë një rrjedh energjie me mendje të hapur. Mund të tërhiqeni nga interesat personale, por e keni të vështirë të kujdeseni për të gjitha nevojat dhe dëshirat tuaja. Mbani mend se nxitimi me detyrat tuaja ka shumë të ngjarë të çojë në gabime dhe mosmarrëveshje në ndikimet aktuale. Kontaktoni më mirë dëshirat tuaja të vërteta përpara se të ndërmerrni veprime. Virgjëresha. Sot të tërheq ajo që është e fshehur nga syt dhe veçanërisht arsyet pse mund të jetë kështu, virgjëresh e dashur. Pak qetësi mund të jetë e nevojshme tani, vetëm sa për t'u larguar nga një situatë për të fituar një perspektivë. Nëse mund ta menaxhoni, kjo mund të jetë një ditë e mirë për të mësuar një mënyrë të re për të trajtuar një çështje financiare, ose një teknikë të re për rritjen e intimitetit. Megjithatë, përpiquni të mos mbështeteni shumë të tjerët sot, pasi gjërat mund të mos shkojnë sipas planit. Vendosja e kufive të qartë në marrëdhëniet tuaja nuk është gjithmonë e lehtë, dhe mbështetja vetëm në gjuhën e trupit nuk është e mjaftueshme, pasi njerëzit që të i kalojnë kufit shpesh nuk i kapin sinjalet delikate. Sot, mund t'ju duhet të jeni më të drejtë për drejtë. Nevojat për rehati marrin një rëndësi të veçantë sot me hënën në shtëpinë tuaj të dytë diellore gjatë gjithë ditës. Peshorja. Hëna e sotme është në shenjën tuaj, peshore e dashur, dhe ju jeni në qendër të vëmendjes. Megjithatë, dallimet dhe fushat problematike janë në fokus të fortë dhe mund të mos jetë e lehtë të shikosh përreth tyre në shikim të parë. Mund t'ju duhet të shprehni diçka. Jeni të prirur të ndiqni rrugën tuaj, por gjithashtu kërkoni njohje nga të tjerët, gjë që është e komplikuar. Mund të ketë ashpërsi ose padurim nga dikush afër jush që ju acaron. Mund të jetë shumë e lehtë të përfshiheni në një argument ose një ngërsh si rezultat. Për shkak se energjitë e ditës janë paksa të zhurmshme në disa vende, ndjeshmëria juaj e shtuar mund t'ju lërë të frustruar shumë lehtë me njerëzit dhe rrethanat. Bëni çmos për të shuar zhurmën dhe për të lënë idetë të rrjedhin. Metodat, rutinat dhe modelet e vjetra të lidhjes po sfidohen tani dhe nëse mund ta ngrini veten mbi çdo konflikt të vogël që mund të lindë, mund të shihni shumë mirë se ku mund të bëhen përmirësime. Akrepi. Dëshira për të ndërmarrë sfida të reja mund të jetë e fortë tani, i dashur akrep, veçanërisht ato që nuk sillen rreth të njëjtave rutina të vjetra në të cilat keni qenë të bllokuar. Megjithatë, mund të mos dini nga t'ja filloni, ose mund të prisni shumë nga vetja, shumë shpejt. Filloni me hapa të vegjël, bëni gjëra të vogla që janë të ndryshme dhe ndryshoni rutinën tuaj për rezultatet më të mira. Është e preferueshme se sa t'i nënshtroheni tensionit. Intensiteti që ndjeni sot mund t'ju ndihmojë të përqendroheni ose t'ju nxjerrë tërësisht nga rruga e duhur, varësisht nga mënyra se si i menaxhoni gjërat. Ndërsa mund të filloni duke rrotulluar rrotat tuaja, ndërsa dita përparon, mund të bëni një përparim serioz nëse zgjidhni një projekt dhe hiqni dorë nga shpërqendrimet. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të privatësisë dhe kontakti me nevojat dhe dëshirat e vërteta ndoshta duhet të jetë një përparësi. Kujtojini vetes se keni nevojë për pak hapësirë për të marrë frymë. Shigjetari. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj shoqëror, i dashur shigjetar, dhe ju kërkoni disa aktivitete të relaksuara dhe të qeta. Ndërsa mund të dëshironi të ecni përpara me planet personale, sot mund të hasni rezistencë. Kjo mund të jetë një kohë kur mosbesueshmëria, indiferenca ose nervozizmi i të tjerëve mund të jenë më të theksuara në mendjen tuaj, dhe ju jeni veçanërisht të ndjeshëm ndaj kësaj. Mundohuni të mos lejoni që humori i të tjerëve të përcaktojë ditën tuaj. Shmangni përfshirjen në konflikte nëse nuk jeni të sigurt se kjo do të çojë në një kuptim më të madh. Mbajeni qetësinë dhe realitetin në mënyrë që ta ndryshoni situatën dhe të merrni rezultate. Mund të luhateni midis dëshirës për të bërë diçka në mënyrë të pavarur dhe dëshirës për përfshirjen e të tjerëve. Synoni të vini re disa nga informacionet që vinë drejt jush, pasi diçka mund të shkaktojë një ide të mirë dhe krijuese. Bricjapi. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të përgjegjësisë, i dashur bricjap, dhe ju jeni në një gjendje mendore produktive dhe të orientuar drejt qëllimeve. Megjithatë, mund të ketë tensione, veçanërisht me familjen, punën ose njerëzit afër shtëpisë, nëse po bëni të njëjtat gjëra të vjetra ose po lidheni me njëri tjetrin në mënyra të lodhshme dhe të pashëndetshme. Mund ta keni të vështirë të arrini atë që dëshironi sot, por ndaloni për të menduar nëse rruga juaj është ajo që duhet të ndiqni tani. Shtytja duket se vetëm sa do t'ju frustrojë sot. Nuk keni pse të qëndroni duar kryq, por mund të qëndroni për të rishikuar qëllimet tuaja dhe ndoshta t'i rivlerësoni ato.
Të tjerët mund të duken sikur po ju ngadalsojnë sot dhe mund të vendosni se është më mirë të punoni në mënyrë të pavarur. Ujori. Hëna inkurajon anën tuaj më të lehtë dhe më spontane sot, i dashur ujor. Ky tranzit nuk ka të bëjë vetëm me arratisjen nga e zakonshmja, por ka të bëjë me zgjerimin e përvojave ose mendjes suaj. Megjithatë, instinktet tuaja natyrore mund të mos ju shërbejnë aq mirë sa zakonisht ndonjëherë sot, dhe mund të ndiheni paksa jashtë kontrollit, veçanërisht kur bëhet fjalë për të thënë gjën e duhur. Shqetësimet kanë një mënyrë për të dalë në plan të parë, dhe problemet e vogla të ditëve të fundit papritmas marrin për masa më të mëdha në mendjen tuaj. Basti juaj më i mirë sot është t'i kushtoni vëmendje çështjeve praktike sa më mirë që të mundeni. Ndjenja e fajit për mosbërjen e asaj që dini se duhet të bëni është një energji e padobishme, prandaj mos e lejoni atë t'ju zvarritet. Ka pak rrezik të humbisni veten duke qenë shumë i përkushtuar tani, pasi është një kohë e mirë për të peshuar opsionet dhe për të marrë në konsiderat pikpamjet e të tjerëve, duke sjellë ekuilibër në jetën tuaj. Peshqit. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të burimeve të përbashkëta, të dashur peshq, dhe po shihni shtresa situatash që ju kanë shpëtuar në të kaluarën. Ju dëshironi një qasje më të thellë ose një ndjenjë lidhjeje. Një tek kalimtare mund të jetë joshse, ose mund të gjeni veten duke u rrotulluar. Mund të ketë energji të edhshme dhe të paduruar në disa vende sot. Ka një theks në rritje në zakonet tuaja të shpenzimeve, pasuritë dhe dëshirat këto ditë dhe idealisht, po arrini të kuptoni më mirë se si duhet t'i menaxhoni paratë tuaja. Megjithatë, sot mund të jeni mjaft temperamental për këto gjëra dhe nëse të tjerët ju vlerësojnë gjithashtu. Mund të ketë mosmarrëveshje me familjen në lidhje me shpenzimet, ose një ndjenjë pasigurie në lidhje me burimet tuaja. Është e rëndësishme t'i merrni gjërat hap pas hapi. Në të vërtetë, tensioni i krijuar tani mund t'ju nxisë dhe t'ju motivojë, por mos prisni t'i rregulloni të gjitha menjëherë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.